Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë e mi, sot është mërkur, data është 18 muaj ditë viti 2026, vit që po e shkelim. Dhe jemi në prag të muajit të Ramazanit. Pra, nesër fillon agjerimi mbajtja e Ramazanit. Për besimtarët musliman flas në Ballkan. Po sërish ne këtu në Maqedoninë Perëndimore. Dhe të ndalem pak në atë që quhet besim fetar. Po uroj një herë muajin e bekuar të Ramazanit, sepse feja të cilës i përkas, e cilën e kam me trashëgimi, është dhe bie në atë që quhet trashëgimi kulturore dhe shpirtërore të një kombi. Po, besimet fetare zakonisht konsiderohen pjesë e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të një kombi. Ato ndikojnë në mënyrën se si një shoqëri zhvillon vlerat, zakonet, artin, literaturën dhe ritualet e saj. Për shembull, trashëgimi kulturore, besimet fetare shpesh shprehen në arkitekturë, kisha, xhami, tempoj, festivale, simbole art figurativ dhe muzikë. Në trashëgimi shpirtërore, ato përcjellin morale, etik, besime mbi jetën dhe vdekjen, mënyrat të jetuarit dhe kuptimet e ekzistencës që formojnë identitetin e një kombi. Pra, edhe nëse një shoqëri nuk është gjithë e besueshme fetarisht sot, zakonet dhe traditat e saj shpirtërore shpesh mbajnë gjurmë të këtyre besimeve. Pra, pse sot në Arabinë Saudite dhe në pjesën tjetër të Arabisë filloi muaji bekor i Ramazanit, ndërsa në Maqedoni pra vazhdon nesër. Fillimi i muajit të Ramazanit këtë vit ka sjellë sërish një diferencë ditore mes vendeve islame. Arabia Saudite ka shpallur fillimin e Ramazanit me 18 shkurt 2026, pra ditën e sotshme, sepse sipas komisionit të saj fetare, hëna e re, hilali, është konfirmuar i dukshëm në mbrëmjen e 17 shkurtit në rajonin e Gadishullit arabik. Në këtë vend zbatohet parimi klasik i shikimit të drejtë të hënës dhe pranimi i dëshmive nga zoma, ku dukshëm realizohet më herët dukshmëria për shkak të pozicionit më lindor dhe kushteve atmosferike më të favorshme. Pra, ndryshe, shumë besimtarë në Shqipëri dhe në Ballkan shtojnë pyetjen pse atëherë filloi me 9 shkurt kur Arabia Saudite me 18. Përgjigjja qenë në një praktikë të hershme juridike islame të quajtur ihtilaf al-matali, ndryshimi i horizonteve. Prandaj në vitin 2026 në Ballkan hëna nuk arriti kriteret minimale të dukshmërisë, bremën e 17 shkurtit dhe muaji Shaban plotësohet në 30 ditë, duke bërë 19 shkurtin ditën e parë të agjerimit. Diferenca nuk është gabim. Pra, miqtë e mi, e thash në fillim, po tash po e përsëris. Pasi i përkas kësaj feje, unë uroj të gjithëve muajin e bekuar të Ramazanit dhe agjerim të lehtë. Pra, nëse gjithë bota e civilizuar feston festat e tyre fetare, atëherë pse ne të skuqemi? E kemi trashëgimi. E dëgjuat se çfarë thash për trashëgimi. Vazhdojmë më tej. Do ndalem pak në komunën e Tetovës. Komuna e Tetovës, e cila është në administratën e Bilal Kasamit, sot ka dhënë një deklaratë befasuese, dëshpëruese, por edhe e kuptueshme. Objektet pa leje nuk do kompenzohen për dëmet nga vërshimet. Bilal Kasami, kryetari i komunës, tha: "Shtabi i krizës dhe ekipi nga komuna janë në terren dhe sipas vlerësimit tonë, pika më kritike paraqet rruga e Banjës në qytet dhe të tjerët që janë në parcela dhe objekte shtëpi private, por fatkeqësisht një pjesë e tyre janë të ndërtuara pa leje dhe vështirë ka komuna dhe qeveria për të intervenuar." Okej, nuk është okej, por unë tash do mbahem i mençur pak. Dëgjoni, kërkesa e komunës së Tetovës për moskompenzim të objekteve pa leje gjatë vërshimeve në parim është e drejtë, si juridikisht ashtu edhe administratisht, por ka përplasje. Nëse për vite me radhë në Tetovë janë ndërtuar objekte pa leje në tokë shtetërore apo në zonat e rrezikut, kjo nuk është vetëm çështje e qytetarëve, është dështim institucional. Ku qëndron përgjegjësia? Një, te inspektoriati urbanistik. Nëse ndërtimet janë bërë hapur dhe nuk janë dalur në fazën fillestare, do të thotë se kontrolli ka qenë i dobët, selektiv ose i politizuar. 2. Planet urbanistike, plani detajor urbanistik dhe plani general urbanistik. Nëse nuk ka pasur plane reale të përditësuara të zbatueshme, shteti ka krijuar terren për kaos kur nuk planifikon, njerëzit ndërtojnë si munden. Dhe 3. Legalizimet masive. Në Maqedoninë e Veriut janë bërë procese legalizimi që në praktik kanë dërguar mesazh të qartë. Ndërto sot rregullohen nesër më lirë. Ky precedent menon autoritetin e ligjit dhe kuptohet atë që nuk e tham, por është bombë. Interesi politik. Ndërtimet pa leje shpesh janë përdorur si kapital elektoral. Askush nuk donte të përplasej me votuesit para zgjedhjeve. Çfarë do të thotë kjo sot? Kur ndodh fatkeqësia dhe komuna thotë nuk ka kompenzim juridikisht, mund të ketë drejt,
por politikisht institucionet nuk janë të pafajshme, sepse nuk mund të tolerosh 20 vite më tepër e të kërkosh disiplinë brenda natës. Nuk mund të dështosh në parandalim dhe pastaj të flasësh vetëm për përgjegjësi individuale. Pra përgjegjësia është e dyfisht, qytetari që ndërton pale, institucioni që nuk e ndalon, nuk planifikon dhe në disa raste e inkurajon heshtoraziri. Nëse nuk pranohet ky dështim strukturor, çdo debat për kombinizim mbetet i cunguar. Nëse një objekt është i ndërtuar pale dhe sidomos në tokë shtetërore, ai konsiderohet i paligjshëm sipas logjikës së ligjit për ndërtim dhe menaxhim të pronës publike në Tetov, edhe në Maqedoninë e Veriut institucionet nuk kanë bazë ligjore për të investuar para publike në objekte që nuk ekzistojnë juridikisht. Pra, juridikisht po është vendimi i mbështetshëm, politikisht dhe socialisht çështje shumë më komplekse. Pra, ka dhe dimensioni social. Shumë familje ndërtojnë pale jo nga liverdia, por nga mungesa e alternativës ekonomike. Refuzimi i kombinizimit është ligjërisht korrekt, por politikisht i ndjeshëm. Po ashtu është edhe problemi real, toleranca ndër vite. Këtu fillon debati politik. Nëse për vite me radhë ka pasur ndërtime pale dhe institucionet i kanë toleruar, atëherë përgjegjësia nuk është vetëm e qytetarit, shteti ka dështuar në kontroll urbanistik. Por kemi edhe përgjegjësi individuale. Ndërtimi në zonat e rrezikshme, kodrina, zona vërshitje dheu, shtrati ujrave, pa projekte pale është vendim personal. Rreziku dihet. Pra edhe një herë, parimi ligjor thotë se komuna nuk mund të kompensojë dëme për diçka që nuk është e legalizuar. Do të ishte precedent i rrezikshëm. Shteti do të shpërblente shkeljen e ligjit. Por nuk duhet harruar edhe një gjë. Ligji nuk duhet të zbatohet vetëm kur ka përmbytje, ai duhet të zbatohet çdo ditë. Ai dëgjohet. Mesut Shabani çfarë thotë. Unë do ndalem edhe pak te partitë politike shqiptare këtu në Maqedoni. Mickovski sot u bë thuin Tosho, këto vëllezër nga Republika Braço-Krushevska Republika. Аз не би можел да коментирам какви се случувањата во коалицијата Деби. Јас само можам да кажам дека имам исклучително коректна комуникација со секој член на владата, кој што доаѓа од коалицијата Деби, ви реков многу успешна, многу непосредна. Имам редовна комуникација со претседателите на политичките партии кои што се дел од коалицијата Деби. Така што мислам дека такво консолидирање во еден политички субјект е добредојдено на македонската политичка сцена. Po pra dëgjohet, shoqërit që po bëhen tha një subjekt dhe janë të mirëseardhur në skenën politike bërse këtu në Maqedoni. Unë tash ndërhy. Pyetja reale nuk është çfarë tha Kristian Mickovski për konsolidim të vlenit, por çfarë po bën politikisht. Deklarata e tij është tipike, nuk përzihet formalisht në punën e brendshme të vlenit, por e përshëndet konsolidimin e një subjekt. Kjo s'është neutrale, është sinjal politik. A është e mundur të shkrijnë partisë shqiptare pushtetare në një subjekt? Po teknikisht është e mundur nëse kanë presion nga pushteti për stabilitet, kanë interese për poste, kanë frikë nga zgjedhjet e reja, kanë dobësi organizative brenda partive. Pra, realiteti shqiptar historikisht ka qenë i fragmentuar, jo i centralizuar. Ego struktura lokale, interesa financiare të e bëjnë bashkim të vështirë dhe zakonisht afat shkurtër. A mund të zgjedh Mickovski njerëzit për poste? Formalisht jo, praktikisht po. Nëse partitë bëhen të varura nga koalicioni, liderët e tyre varen nga mbështetja e tij, balanca e pushtetit anon fort tash për tash nga VMRO-ja. Sa më i dobët të jetë partneri, thotë Mickovski, aq më i fort bëhet kryeministri në negociata sipas asaj që deklaroi sonte. Po çfarë bën bloku opozitar shqiptar? Këtu është më vështirë. Opozita shqiptare zakonisht mobilizohet kur ndjen marginalizim, centralizim të pushtetit ose përjashtim nga resurset. Nëse krijohet perceptimi se një subjekt i vetëm shqiptar është i kontrolluar, opozita do të forcohet, jo do psohet. Dhe konsolidimi i vlenit në një parti të vetme është i mundur dhe do bëhet thonë nga vleni, ndërsa kontrolli i plot mbi përfaqësimin shqiptar nga Mickovski do jetë shumë më i vështirë. Dominimi i afatgjat varet nga zgjedhjet dhe performancat ekonomike. Pra, politika në Maqedoni funksionon me interesa, jo me deklarata publike. Nëse interesat përputhen, projekti ecën, nëse jo, shpërbohen shpejt. Dhe do ndalem pak në një deklaratë mjaft interesante cilën e ka dhënë këtyre ditëve kryetari i PD-s zoti Mendo Thaçi, dhe ka të drejtë, për shkak se vleni është duke vluar. Del Arben Thetai thotë do kemi çerek, domethënë në 4 pjesë do të ndarë struktura e re kryesuese e vlenit. Dalën të partisë Izet Mexhiti thonë 2 me 2, kryetar, 2 nën kryetar do ketë e kështu me radhë. Në ndërkohë, derisa këta po përçahen për përqindjet ndërmjet veti,
Mendu Thaçi pati të drejtë në një deklaratë dje. Që në 30 muaj në kanë luo dhe bashkohen, zbashkohen. Dhe bëjnë një lider, dhe bëjnë 2 lidera. Dhe ndajnë 30% me 20%, 15%. Mos mendojnë se popullit mund të shesin asim mas të parë. Popullit hiç si intereson, ata bashkohen, ndahen, a bëjnë një lider dhe e ndajnë përqindje. Çfarë përqindje ndajnë ata? Me zeti. E ndajnë plashkën e luftës që e ka emrin pushtet. Interesat, parët, dallaveret, pozitat sekretareshat. Mendojnë shumë në nënshmën. Dhe unë mendoj se sonte duhet të kundër përgjigjemi me një pyetje tjetër. Të themi, a sa përqind e ndani ju që jeni aty poshtnimin që u bëhet shqiptarëve gjatë pushtetit tuaj? Sa përqind e këtij poshtnimi i takon Juzetit, sa i takon Bilalit, sa u takon tjerë? A sa përqind të gënjeshtrave i bartni me vete që 2 vjet bëhet edhe gjitha premtimet që u dhanë nuk u realizuan? A sa përqind të përgjegjësisë e marrin se puna shqiptarëve me qeverisjen e tyre je që shkon mas për shkon drejt një situate ku çështja shqiptare në Maqedoni duket si ai bokseri që është para nokautit i ka shumë duhet poshtë të s'kan as mbrojtje, jo mo sulm dhe kundërvënie. Po pra, ishte ky njeriu me jetë gjatë në skenën politikë bërse në Maqedoni, Mendu Thaçi, i cili kohët e fundit po riorganizohet dhe nga jetë që vërej ka lëvizje dhe të pozitive. Do ndalim pak edhe në atë që ndodhi në Tiranë sot. Atje u mbajt një ministerial ku morën pjesë për korridorin 8 shumë ministra të punëve të jashtme. Dhe dini çfarë ndodhi? Ajo siç bën me dije edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë, Musumski, që përfaqësonte në Maqedoni, tha: ne do e përkrahim plotësisht dhe mbetemi plotësisht të dedikuar në realizimin e korridorit 8. Unë di shumë muhabete lidhur me këtë se si është sjellë qeveria e Maqedonisë, po sërish kjo e Mickovsit nga ardhja në pushtet deri tash, pra për 2 vite lidhur me këtë. Vleni sot ka reaguar diçka lidhur me korridorin 8, pozitivisht, pasi priten që se si do të reagoj një pjesë e qeverisë. Ndërsa pjesa tjetër e qeverisë, ku Nikolovski i udhëheqën, ai thotë kështu: sot ka bërë prurimin e disa ndërtimeve të autostradës Prilep-Manastir. Merrni me mend, Maqedonia HPR ka një autostradë tjetër e cila do të përfundoj. Këto sikur për inat kanë filluar ta vazhdojnë. Okej, le ta bëjnë, kërkuar ndal. Mirë po, korridori 8, autostrada e cila kalon nëpër pjesën shqiptare, do bëhet se nuk bën. Kështu e tha edhe NATO, po e thot sot edhe në Tiranë ministeriali. Dhe vazhdojmë më tej. Unë të ndalem edhe pak në atë që quhet nuk u dal zot popullatës, por mundohem që të jem pak më i real. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Pastaj vjen Bajrami. Do shohim se si do reagojnë komunat shqiptare në Maqedoninë Perëndimore për të ndihmuar skamnarëve. Ramazani e njerëz. Pse nuk ka projekte për ndihmë sociale për qytetarët më të rrezikuar në Tetov dhe Çajër, sikur ishte ajo sot në përlemruar në lagjen qendër center. 3.000 deri 25.000 denar ndihma për 125 raste dhe njerëzit duhet të konkurrojnë. U interesova se pse s'ka, mirë po shumica e komunave me shumicë shqiptare në Maqedoninë e Veriut duhet të jenë pasive kur vjen puna tek ndihma sociale për qytetarët më të rrezikuar, ndërsa shpenzojnë fonde dhe organizojnë aktivitete që shpesh duken si veprime për vota, shumë pak ose as pak mjete reale shkojnë tek njerëzit që përballen me probleme shëndetësore ose vështirësi financiare. Kjo tregon një mungesë prioriteti për mbështetjen sociale të nevojtarëve dhe një fokus të tepruar tek imazhi politik. Pse nuk ka pra projekte të tilla në Tetov dhe Çajër? Ja realiteti. Pra për shkak të prioriteteve politike, për shkak të buxhetit, administratës dhe iniciativave. Mirë po mungon presioni qytetar.
mungon presioni qytetar. Pra, Tetova dhe Çajri nuk kanë projekte të tilla sepse këto komune kanë buxhete ku prioritetet e tyre janë krejt tjera dhe nuk kanë pasur ndihmë ose presion qytetar për t'i hapur. Unë këtu ju përshëndes, me ju ishte Mesut Shabani, ishte në podcastin Mesut Shabani, dëgjojmë nesër mbrëma, bëni një subscribe.